Dhe ja ku jemi në kuzhinën tonë me Albanën. Mirë se të gjeta, mirëmëngjesi. Si e kemi nisur ditën sot? Po me diçka të ëmbël ta nisim që na shkojë. Ta nisim pak ëmbël sot. Pse jo? Pse mos e nisim ëmbël? Me çfarë për shembull? Me. Të themi me një ëmbëlsirë me portokall. Edhe me portokallë ka marrën këtë patjetër. Me shije portokalli, Shumë mirë. pluhurin e miellit, bashkë me pluhurat e tjerë që është gati. Me Ka menduar farina hap nga Atlas për përgatesën e gatshme të miellit për të gjitha anvisat të cilat s'kan kohë, ta ke edhin këtë, edhin shijet e tjera përforcuese dhe gjithçka është gati. Pra është ky pluhur i gatshëm që cilën ne kemi sjell her pas here për përgatitjen e kekut. Pa i shtuar sot buke, do të thotë do të keni një sukses, për shembull në disa prej recetave që mund t'ja u sugjeroj, për shembull me farinap, shëndetlije, pite me moll, pite të ndryshme, pasta flora, pandespajn, petulla, donuts, të kripura, të skuqura, amareta, mefton ta marrim në një vend të freskët edhe të thatë. Ne sot do ta përdorim këtë përzierje për tresim pak. Pra ka majan e tres në ujë të vakët, në çumësh të vakët, e lë derisa të aktivizohet. Po të jeti nxehtë, e mori lumi, nuk aktivizohet, po ç'aktivizohet. Digjet, po. I largoj dhe i lë të këtu. Kam rrushin e thatë, më duhet lëvorja e portokallit, sikurse më duhet edhe lëngu i portokallit, sikurse edhe disa fetë nga portokalli. Më duhen 2 vezë, kur flasim të vezët, ju e dini shumë mirë, që ma nuk di më pëlqejnë vezët e kuqe. Po nuk do të thotë që vezë kuqe do Albana dhe çfarë të lloji mund të jenë bardha, masa ka të bëj, sepse kur themi 2 vezë janë vezët mesatare. Dhe ku kemi të vogla dhe kompania që zgjedhim të gatuar. Kompania është e para, e para është kompania, se kjo kompani ka menduar që të ketë edhe masat. Pasëm se sepse bazohet tek ajo filozofia që vezët duhet të jenë nga pula të rritura nga shpenë, të rritura në natyrë, vetëm ashtu mund të marrim neve benefitet e vezëve. 2 kokra vezë për këtë ëmbëlsirë, kemi 2 portokaj, rushin e thatë, majan, gjalpin dhe shohim tani hapat njëra pas tjetrës së përgatitjes. Një tretje. Shtoj dhe majan. Maja buke, maja e thatë ose e njomë? Të thatën e keni aty. E lë paksa, marshkas, duke parë edhe shërbetin marshkas, që të kemë edhe të zhvillohet majaja. Ku e la shumë të të aktivizohet dhe prenden. Shtojren lëkur portokalli. Një larje e mirë, me sot. Është si portokalli, si brokoli, lule lakra, kanë këto problemet e tyre në larje, normalisht çdo gjë ka problem të tyre në larje, por këto janë portokalli, për shembull ka këto poret e veta, kurse brokoli, lule lakra, i kanë ato janë në boçe. Pra kanë një vështirësi sepse duan një larje më specifike. Ndryshe me pataten, që gjithmonë e mirat mirave është këto të lahen në sot, por edhe të fërkohen me pjesën me ngjyrë të sfungjerit. Pjesën më të ashpër. Ndihmon në pastrimin më të mirë. Dhe më pas lërini ashtu në gjendje të lirë në ujë dhe sot. Mbas disa minutash, një shplarje e duhur dhe jemi gjitha këto saltanete, po gjitha këto saltanete për shëndetin tonë janë. Nuk ja bëjmë komshiut, ja bëjmë vetes. Dhe bëjmë heqjen e lëkurës, jo thellë që të dalit në pjesën e bardhë që është jep atë idhsin. Vetëm cipa. Cipa më e hollë. Nëse portokalli është lëkur trash, akoma dhe më mirë. I jep një shije akoma më të fuqishme. Patjetër që do më duhet edhe lëkura. Marr një thik më të vogël.
Ndërkohë kemi shtuar majanë dhe ajo vazhdon që e lënë të aktivizohet aktivizohet, po. Do të shtoj pakës fare krip, si kurse dhe vaniljen. Të gjitha, i largoj. I lëm tu. Kemi shtuar dhe rushin e thatë, tek pjesa e vezëve, pjesa e lëngët, majaja dhe plurat e tjerë. Opa! Portokajt, nga fakti që tregjet funksionojnë dhe me produkte të importuara, i kemi dhe i gjejmë në çdo stin. I lë këtu. Marë. Të kem një. Lëngun. E portokallit, gjë që portokaj sistemi që janë dhe lëkur trazë dhe lëkur hollë, janë me lëngë dhe me pak lëngë. Si që janë të gjitha agrumet. Pra, lëngu një portokalli. Dhe nuk më duhet më. Unë kam shuar sheqer kafë, nëse shikoni, sheqer kafë, sheqer të bardhë nuk ka fare problem, sheqer i kafë pak më pak i ëmbël se i duhuri, kam furën të ngrohur, të para ngrohur, do të marë. Pra që t'i bëjmë të gjitha lëvizjet, t'i bëjmë të duhura. Një sekundë këtu. I largoj të gjitha, sa e nuk më duhet. Opa! Bajrë dhe gërshërë që të hapim farinën. Dhe më duhet diku tek 350 gram. Plus minus, gjithmonë lëviz. Pse? Sepse do thone, o Albana, ato gramatorët e si jep sakta. Jepin gjithmonë të sakta, jepin atë të japën ty. Gërshërë? Jepin gjithmonë të sakta, por kemi parasysh. Matësia e vezës, ne themi një portokall, por nëse unë do them sa mililitra lëngun e portokallit, atëherë çupa, sepse ju nuk do shkoni ta merrni atë lëkurën, portokallin, të veçoni lëkurën, të ngeli lëngu. Ose dikush më thot për shembull, Albana, jo të gjitha janë me gramatur, po janë disa receta që ne vendosim me filxhan për shembull. Ne dim 350 gram miell, një gotë është 200 gram, i bjen ti diku te 2 gota, 2 gotë gjys, do minus plus 50 gramshi. Pra, gratë, anvisat të moshën time, i dim pak a shumë se sa gram ose sa mililitra kërkon një filxhan. Edhe. Etalon një matë syri për ata që, për anvisat kryesisht, për njerëzit që gatojnë vazhdimisht. Sa gram është? Kjo është 500 gram. 500 gram. Ne nuk e dim 350 gram sa është? Jo, këtu e kemi kollaj, se kemi ato shiritin që përcakton më së miri. Ja, sa kam lënë këtu unë? Tash, që ka të bëj gjithmonë. Aty ke marrë 200 gram miell, këtu ke 300, për shembull, ja, shifeni. Shiritin me një sit matëse, për ta përllogaritur më mirë. Më shto edhe pak, Niki. Sa kemi atë? Kjo është një masë me sy që ne e shikojmë tani. Ne punojmë me një lugë ndoshta dhe kemi gati për ta shtuar në tepsi. Keni parasysh, masat të pakën të kekut, për shembull, janë më të lëngshta. Dhe masat ka kek pak më të lëngë. Kjo është me sherbet, kështu që do të jetë pak më e trashme, plot.
Mori molla me sherbet. Me ëmbëlsirat me sherbet, dhe mos tani në fillimisht të ftohen në frigorifer. Me një kup akullore. Po, shkojnë shumë edhe kombinimi i shijes Dua dhe akullore. është më i ndezur, më i theksuar. Gjithmonë duke çdo gjë është mirë ta konsumojmë, ta shijojmë. Masa bën diferencën. Tjetë e një trajtshme. Shqip pak gishtin unë që e ka me në brum. Ja, shqip. Derisa marrim të gjithë si përfaqen dhe na krijohet, ja, shiko, ja. Edhe volumi. Kjo masa, ja. Kjo mas e bukur. E i pe fluska, që kryon dhe fluskat nga majaja. Po, dhe akoma do të fryhet gjatë pjekjes. Tani, aktivizohet përsëri. Të ndihmoj në pra pa që nuk shtuam asgjë, nuk shtuam, ai 50 gram gjalp që është, ne e shtojmë. Është një prum kështu i ngjeshur, jo i rrjedhshëm, i ngjitshëm. Por as i brum për buk. Dhe tani hapim në tepsi që të marri formën e tepsisë dhe të jetë i barabartë. Që kemi tamam. Është okej. Kam pak fare qumësh këtu, do ta shtoj këtu. Pasi të jetë pjekur në 200 gradë Celsius, ne do ta shërbetosim. Njëra më e nxehtë, tjetra më e vakët dhe më pas e shijojmë ashtu të ftohtë pasi të jetë. Nëse ne kemi recel, gjë që unë kam rezultat ta marr pak më vonë, do shtoj pak fare recel tek shërbeti dhe del ajo masa që është si glazur, del si e shëndritshme, e shkëlqyeshme. Që ta them sa më pranë gjuhës së ambisave. Përmbledhim edhe një recetën tonë se çfarë përgatitëm, çfarë i hodhëm brumit, sepse është gati për ta vendosur Albana tani në pjekje. Savarin, një lloj ëmbëlsire me rrushë të thatë, 350 gram miell, një lugë maja, 4 lugë qumësht, 50 gram gjalp, 2 vezë, një bustin vanilje, një maj thike krip, 50 gram rrushë të thatë dhe lëkur portokalli. Për shurupin, 150 gram sheqer, 50 ml rum, lëngu i një portokalli. Do të përdori më pas për dekor, të keni marmalat portokalli, një lloj reçeli tjetër, 2-3 lugë ajk, feta portokalli. Kjo ëmbëlsirë quhet savarin me rrushë të thatë, do të jetë e postuar pak më vonë dhe në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli. Po e vendosim për të pjekur, avash përbëhet gati edhe ëmbëlsira, unë më mirë ta sjell që ta shërbetosim përpara se të shkëputemi për reklamat. Shifeni pak? Aroma është e portokallt. Vjen një aromë shumë e mirë. Është e lëvizshme, do ta lëm pak të pushojë dhe do t'i hedhim sipër shurupin që e kemi gati, tek e cila shtuam pak edhe reçel marmalat kajsie. Shërbetosim çika të ëmbëlsirën? Unë po shërbetos një ëmbëlsirën dhe shif siç e kam me lëkurat e portokallit. Sa e mirë që ka dalë? Do të përthithet e gjithë sasia. Kryej mundësinë dhe përmes çmimeve. Në momentin prandaj do unë nuk them asnjëherë temperaturën, sepse ju e dini sa kohë. Temperatura është 200, varion të 200 dhe 220. Po ato fruat e reja që duhet edhe 180, në varësi markat ndryshojnë dhe nxehtësinë. Koha është derisa ju vendosni fikën dhe shikoni që nuk ngjit me brum. Do ta lë derisa mua të më përthithet lëkurat e portokallit. Të tilla. Super, po ta shihni.
Ne vendosëm lëkurat e portokallit dhe to pikat e ja. vogla që ju dallon janë fara të kia që ne ja kemi shtuar, kemi Recelit të kajsisë që kemi bërë. disa ditë më përpara. E lëm të përthithe të Përse i lëm mfikset lëkurat? Derisa të marri aromën dhe shijen. Më pas normalisht ne do t'ja heqim. Nëse janë të bëra dhe janë të ziera janë të kthyer tamam në recele, mund të konsumohet, shumë lëkurat e portokallit mund të konsumohen me akulloren. E marr dhe e lë më njan. Ja lëm aty diku në cep që të vazhdoj procesi. Derisa të përthitet mirë dhe heq. Bukur. Si mund ta shijoni tani në verë, me një kupë akullore, të bërë në shtëpi, të blerë të gatshme? Po bëjeni vetë, e bardha e vezës, rrjetë e bardha e vezës me sheqer, mirë, shtoni pak kos, pa të largojmë edhe panën dhe gjithçka, shtoni pak kos, mund ta bëni me ja, nuk po e them, se po ta them unë, nuk po. Po shumë, mund ta bëni me çdo lloj frute tjetër. Po çdo lloj frutash? Se do ta bëni nesër prandaj tash. Kalojmë te receta tjetër ne dhe këto 10 minutat e fundit. Shtoj pak